që ai më thoshte, të bësh gabim është njerëzore, të këmbgulësh në gabim është djallëzore, mos këmbgulni. Jo, unë thjesht dua ta qartësojmë, po, dua ta qartësoj. Pra, të qartësoni atë që keni dëgjuar keq. Jo. Pra, projekti tani është i pezulluar. Jo, sa për të qenë të sigurt. Po projekt është pezulluar, për çfarë po flisni? Në Bregdet, në vendodhje. Po si mund pezullohet kur nuk ekziston projekti? Cilat janë planet? Më fal, po pse thoni që projekti është pezulluar? Çfarë projekti është pezulluar? Autoritetet e kanë thënë këtë. Cilët autoritete? Ambasadori i BE-s thot që projekti është pezulluar. Cili ambasador? Gonzato? Kur ja u tha? Sot në mëngjes. Unë nuk e di se çka thon ai. Unë nuk e di se çfarë ka thënë ai, por nëse e ka thënë këtë gjë, e ka gabim. Sepse nuk ka projekt të pezulluar. Unë ju kuptoj. Dëgjoni, kjo është reale, është e vërtet. Unë besoj që ju vërtet e besoni këtë gjë, sepse kam një mik timin, dhe mu desh të takoja për arsye të caktuara. Dhe më tha jam vonë. Thash, pa problem. Pastaj erdhi edhe më thot, edhe e pyeta, a kishe ndonjë problem? Më tha, isha në protest. Thash, isha në protest? Po, më thot. Ky person është njeri shumë i mirë, shumë i arsimuar në Slyman. Jo fanatik as pak, por frekuentonte xhamin. I thash, po pse në protest? Më tha, dëgjoj, e di që të tua, di sa besnik jam si mik, të besoj, por me këtë gardin, për të zbatuar atë çfarë do Bibi Netanyahu, e ke tepruar. Në thash, po më flet me mua, unë nuk jam media sociale. Ta ka zënë mendjen, të zënë mendja me të dhe beson te kjo, po nuk është e vërtet. Të kuptoj. Të kanë zënë mendjen, sepse këto ide që projekti është anuluar, projekti është pezulluar, përsëriten në shumë fide në media sociale, kështu që si thua kanë zënë rënjë në mendje, pra këto gënjeshtra ju kanë ngërsyer mendjen, sepse është gënjeshtër, sepse projekti nuk është pezulluar kurrë, nuk është anuluar kurrë, sepse për së pari nuk është miratuar kurrë. Pa gjeje, nuk anulon dot diçka që nuk është miratuar, nuk pezullon dot diçka që nuk është miratuar, ndërsa flasim puna vazhdon për hartimin e tij. Dhe ndërkohë e them këtë prap sërish dhe ju vazhdoni, kish çmenduri. Nuk është fjala ime kundër tuajës. Nuk mund të jetë fjala ime kundër tuajës, ju jeni gazetare. Ju duhet ta gjeni nëse projekti është anuluar. Nuk është fjala ime kundër tuajës. Ka të bëjë me faktet. Duhet vini dhe të më thoni me fakte. Shiheni projektin. Kjo është firma juaj, kjo është leja e ndërtimit. Pse po gënjen? Qysh prej romagëve ma merr mendja, kemi përqafuar një civilizim i cili për herë e ka patur bazën tek parimi që ai që ngre akuzën apo pretendimin duhet edhe ta vërtetoj. Nuk është i akuzuari që e bën këtë. Dhe në fakt po ju them që nuk shoh asnjë lloj prove. Gjikundi, unë them nuk ka projekt. Unë them që ende nuk kemi vlerësimin mjedisor. Unë ju them që për projektin po punohet nga njerëzit, pra mes njerëzve më të mirë të kësaj, dhe u thash që për vlerësimin e mjedisit po punojnë njerëzit më të mirë të mundshëm. Dhe po ju them, prisni, e do të shohim.
prisni e do të shohim. Mos paragjykoni, mos më tregoni flamingot. Flamingot janë prej atyre zogjve të rrallë që kanë treguar më shumë se sa një herë që bashkëjetojnë me njerëzit. Flamingot jetojnë së bashku me njerëzit, janë pjesë e destinacioneve turistike luksoze ku shkojnë njerëzit. Doni prova. I gjeni lehtësisht, hyni në internet dhe kërkoni flamingot dhe njerëzit dhe do të habiteni sa shumë foto do të gjeni të flamingove me fëmijë, me të moshuar, flamingove që ecin në për rruginat e rezorteve me njerëzit. Ç'ju them? Prisni e do të shohim. Çfarë do të thotë kjo? E di është e mërzitshme, po këto janë faktet. A mund të bëj një pyetje? Po, sigurisht mund të bësh më shumë se sa një pyetje. Nuk e dëgjoj gazetaren, nuk e ka mikrofonin të ndezur. Në qoftë se nuk ka projekt, nuk e dëgjova mirë gazetaren nga mikrofoni. E thash që në fillim ne do ta bëjmë. Po, do ta bëjmë, thash që në fillim ne do ta zhvillojmë, do t'i zhvillojmë këto zona. Sigurisht kjo është diçka që do ta bëjmë. Gazetarja nuk dëgjohet sepse nuk e ka të hapur mikrofonin. O Zot, pastaj jam unë ai që nuk jam i mirë me gazetarët, o Zot. Nuk kuptoni? Edhe ju nuk po e kuptoni? Vërtet. Çudi e madhe. Gazetarja nuk dëgjohet sepse nuk ka mikrofon të hapur. Nuk është kaq e ngatruar, a është ngatruar për ju? A kemi një shtëpi? Do një shtëpi tjetër? Pra ke një shtëpi, do një shtëpi tjetër, për shembull. Po them. Pikërisht. Në qoftë se ke në plan të marrësh një shtëpi, po themi, jo ju personalisht, por po themi që martoheni me dikë dhe doni të keni një shtëpi së bashku. Është projekt? Është projekt. Ky quhet projekt. Jo. Projekti është kur e merr shtëpinë. Kur merr shtëpinë. Kur, pra, planin e të gjitha. Por në fillim ky është një vizion, është një ide, dhe pastaj zhvillon projektin. Sigurisht, në qoftë se e pyesni për këtë, sigurisht unë asnjëherë s'kam thënë, dhe kjo ka qenë shumë e qartë për të gjithë shqiptarët që prej 2 e 3 vjetësh. Ka qenë e qartë, është aty e regjistruar. Edhe në fushat kam thënë që në Zvërnec do të bëjmë diçka të mahnitshme. Kjo është e qartë. Janë 2 nivele të ndryshme, më vjen shumë keq. Kur thua anulimi i projektit, në qoftë se nënkuptoni anulimin e ides, ju përgjigjem jo, kur. Por nuk po thon anulimi i ides, po thon anulimi i projektit, po nuk ka projekt, janë 2 gjëra të ndryshme. Gazetarja nuk dëgjohet, nuk ka mikrofon hapur. Ende, po punohet, apo më dëgjoni çfarë po them. Kur të jenë gati, nuk jam unë, janë investuesit që po punojnë me arkitekt të shkëlqyer, me inxhinier të shkëlqyer, dhe kur të sjellin planet e prekshme, atëherë do të shohim. Kanë sjell një koncept që është si një master plan, për cilin kemi dhënë shumë komente për atë çfarë është e pranueshme, atë çfarë nuk është e pranueshme, dhe ata do të duhet të vinë me një projekt. Dhe për mua ky është projekt. Në qoftë se pyesni, a keni vizionin? Po, e kam. A keni iden? Po, e kam. A keni ambicien? Po, e kam. A doni që të realizohet? Po. Unë do të bëj që të realizohet, kjo është e qartë.
Por, pyetja është, a është diskutim racional të thuash jo pa parë as cili është synimi, apo është racionale të thuash që le të shohim synimin, qëllimin dhe pastaj të flasim. Këto janë dy pikpamje të ndryshme këndvështrimin tim, po më sa duket se pas kam unë rregull. Kryeministër, kam një pyetje për integrimin në BE të vendit tuaj. Kjo protest në rrugët e Tiranës është diçka që lidhet me integrimin evropian, a keni frikë se lidhet me po çfarë po s'ka të bëjë fare me integrimin evropian. Tregon që jemi si çdo vend tjetër i BE-s që ka përplot protesta. Cili është problemi këtu? Sepse Komisioni Evropian tha çfarë? Tha se ndoshta në qoftë se protestat vazhdojnë. Cili Komision Evropian u a thot këtyre gjëra, sepse unë si kam dëgjuar këto gjëra. Nuk mendoj që ka një Komision Evropian. Çfarë? Unë nuk mendoj që ka një Komision Evropian që mund të thotë se nëse protestat vazhdojnë, vendi nuk është Evropian. A është realist integrimi në BE në 2030-ën? Bazohet në atë për të cilën kemi rënë dakord me Komisionin për të përmbyllur negociatat në fund të vitit 2027 dhe pastaj do të kemi 2 vjet mbështetur ashtu siç për të tjerët, siç ka ndodhur për të tjerët për ratifikimin dhe 2030-a është objektivi që del si vlerësim për kësaj. Mund të më bëni çdo pyetje që doni. Duke ju kthyer bisedës, ju thoni që ka ekspert, arkitekt mjedisor që po punojnë për vizionin tuaj për të realizuar këtë gjë dhe në momentin që këto ide janë gati, do të ketë një vlerësim mjedisor të kësaj ideje të sjell në letër e që do të quhet projekt. Dëgjoni. Nuk e kuptoj, ndoshta ka diçka që nuk shkon me mua, por nuk e kuptoj se për çfarë bëhet ky diskutim. Dëgjoni. Kjo nuk është Republikë Bananash, është një vend ku institucionet dhe ligjet funksionojnë. Nuk na duhet të shpikim asgjë. Le të mos vazhdojmë me këtë marrëdhënie, sepse ndoshta ju jeni mjaft të lodhur me gjithë gjërat që keni për të përballuar dhe unë jam shumë i lodhur me gjithë këto gjepura me cilat përballem që më thonë po ndodh kjo e po ndodh ajo. Por më duhet ju them, dëgjoni, për të marrë një leje në këtë vend duhet të kalosh nëpër një proces. Në qoftë se ka një projekt. Për mua projekt nuk do të thotë apo nuk nën kupton kam një ëndër, sepse Walt Disney dikur thoshte që ta dëgjoni prej meje, ndryshimi midis një ëndre dhe një projekti është afati fundit, pra afati përfundimtar. Në qoftë se flasim për një projekt thjesht sepse e kemi në mendje, nuk është projekt, është ëndër. Ma ka mësuar Walt Disney. Projekti është diçka që lidhet me afate, është diçka e prekshme. Pra, ju duhet të paraqesin një projekt. Së pari, kjo është një tokë private. Ata kanë lidhur marrëveshje me pronarët e tokave për ta blerë tokën dhe e kanë blerë. E pati dhe një gënjeshtër tjetër që mori dhënë, që Jared Kushneri u vunën hetim apo projekti u vunën hetim, kjo është një gënjeshtër, nuk ka asgjë të vërtetë aty. Fakti i thjesht është që një prej pronarëve të njërës toke me titull pronësie që ka shitur pjesën e tij ishte nën hetim për të tjera arsye. Dhe transaksioni është hedhur në një llogari escrow.
që do të thot investuesi e ka bler tokën, është pronar sot, ndërkohë që parat do të mbeten në këtë llogari derisa situata të sqarohet dhe në qoftë se pronari është i lishëm do t'i marr parat. Nëse nuk është i lishëm, atëherë qeveria e Shqipërisë i merr parat. Sa për të qenë të qartë për këtë. Pra, duke qenë se tashmë kanë tokën, kanë shprehur interesin, ju duhet të vinë dhe të kërkojnë lejen për të ndërtuar. Pra ju duhet të përmbushin të gjitha kriteret. Nuk ka një leje për të ndërtuar, për ndërtim në qoftë se nuk ka një vlerësim të ndikimit në mjedis kur ndërtimi ndodh në një zonë natyrore, në një zonë që ka kafshë tegër apo jetegër e kështu me radhë. Kjo është një gjë që ndodh në të gjitha vendet, kemi të njëjtin model si në vendet e tjera europiane. Pra nuk e kuptoj të gjithë këtë. Kur vjen fjala për ligjshmërinë, sigurisht. Kur projekti të vi, do ta bëjmë publik. Sigurisht që do ta bëjmë publik. Do ta bëjmë publik me krenari. Unë e di ç'po vjen, sepse unë e di se kush po punon për këtë. Njerëz si Kengo Kuma apo Jean Nouvel nuk janë njerëz që kanë bilanc shkatrimit natyrës.